Në gjykatën e lartë të shellur shorti për gjyqtarin që do të rishqyrtojë masën e sigurisë Ares me burg për kryebashkiakun e arrestuar të Tiranës Erion Veliaj. Gjyqtari që është shortuar për këtë çështje është Ilir Panda, rishqyrtim që vjen pas vendimit nga gjykata kushtetuese për masën e sigurisë, vendimi dhënë në korrik të vitit 2025 për kryebashkiakun Veliaj. Gjyqtari i shortuar për rishqyrtim Ilir Panda është gjyqtari që u toroq kur i ra shortit të shqyrtonte çështjen Veliaj Xoxa në mars të vitit 2025. Më konkretisht për rekursin e dorëzuar në gjykatën e lartë nga Jola Xoxa dhe Arber Veliaj për kontrollet e uштruara në bizneset dhe banesat e tyre. Panda asoj kohë u toroq nga çështja me pretendimin se kishte lidhje të afërta me Ajola Xoxën. Tani Ilir Panda si bie shorti dhe do të shqyrtojë kërkesën e Erion Veliajt, burrit të Ajola Xoxës. Në rastin e parë Panda deklaroi se ishte në konflikt interesi me Xoxën. Lind pyetja, po tani a nuk është në konflikt interesi Ilir Panda? Atëherë do të shqyrtonte kërkesën e Ajola Xoxës. Tani do të rishqyrtojë kërkesën e burrit të Ajola Xoxës, Erion Veliaj, i akuzuar për 5 vepra të rënda penale. Nuk dihet nëse në këtë rast Ilir Panda do të tërhiqë nga çështja apo do të shqyrtojë vendimin për masën e sigurisë Ares me burg ndaj Erion Veliajt, masë e caktuar në korrik të vitit të kaluar nga gjykata e lartë.